إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falëndrimet I takojnë të madhët Zot Gjelle Taala. Lavdrimet I takojnë atij, adhurimet ja dedikojmë, namazin ton, kurbanin ton, jetën, vdekjen, gjitha janë për Allahun Gjelle Taala. Paqet edhe bekimet e tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen, shokët dhe mbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në kiamet. Pasi Zoti Gjelle Taala e shpalli profetin Musa alayhi salam, profet, ja dha këtë gradë të profetësisë, së bashku me këtë gradë, ai ja dha dhe disa mrekulli. Musaut alayhi salam, për të cilën Zoti nuk ja kishte dhënë ndonjë profeti më parë. Dhe në moment që të gjitha këto të mira u plotësuan, sepse begatia më e madhe që Zoti ja ka dhënë krijesës njeri, është grada e të qenër profet I Zotit, përcjellës I misionit të Zotit hynor në rrezullin toksor. Kjo është begatia më e madhe që Zoti ka privilegju disa prej robëve të tij e që janë profet që ne besimtarët besojmë në ta. Allah Gjelle Taala e dërgoi në këtë rast kur është plotsu pra kjo begati, Allahu po e dërgon Musa alayhis salam te Faraoni dhe po I thot idhhab ila Firaun innehu tagha. Shko tek Firaoni sepse ai vërtet ka kaluar çdo kufi. Pra është bë tiran mbi rrezullin toksor. Në këtë rast Allah Gjelle Taala po I tregon Musës se Firaoni ka kaluar çdo kufi. Është rebeluar, çdo normë të cilën ka qenë normë njerëzore asaj kohe, ai vetë e ka shkel. Pastaj do thot ka bo prishje, si korrupsionin moral, të pasurisë, shkatrime, mendjemallësi, shtypje e njerëzit të pafuqishëm, deri ka arrit me një pikë kur njerëzit I ka shti dhunshëm që të mendojnë dhe të besojnë se ai Zoti është Zoti I lartë. Në këtë rast, në këtë përballje ku ka qenë më e vështira për profetin Musa alayhis salam, për atë arsye dhe Zoti e tregon shumë gjatë në Kur'an, Musa alayhis salam e thot një lutje, një dua, që njihet si lutja e ulul azmit të përgjedhur të Zotit. Kemi folë pra për lutjen e Ibrahimit alayhis salam, të Nuhut alayhis salam, të Ademit alayhis salam, sot është pra njëra ndër duat që Musa alayhis salam e thot para se të shkoj të përballet me këtë krijesë kaq të shëmtuar. Por se besimtari mëson dhe përballë sa herë që ka një vështirësi në jetë, qoftë ajo vështirësi që ka të bëjë me krijesën e ri, ose vështirësi të ndryshme në jetë që përballet, besimtari është mirë që ta lexojë këtë lutje para se të niset dhe të përballet me sfidat e jetës. Musa alayhis salam tha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. E që në gjuhën shqipe do thot, ai Musahu tha, o Zoti im, zgjero ma krahërorin tim, lehtëso ma punën time dhe zgjidh mënyrën e gjuhës sime që ata të kuptojnë fjalën time. Pra është një lutje e shkurt e cila në vetë përmban disa elemente. Musahu alayhis salam në moment që e nisi lutjen tha, o Zoti im, zgjero ma krahërorin tim. Është për qëllim pra zemrën time, sepse kur zemra ngushtohet nga frika, nga ankthi, nga ajo që ti e ke përballë atë person që ke frikë prej zullumit ti, prej padrejtisë ti, prej pushtetit ti, prej pasurisë ti, çka bën? Atëherë njeriu nuk ka kapacitet pra që të komunikojë me atë person. Në kuptimin mendor, kuptimin emocional, e kështu me radhë. Sikur po thot Musa, I tha Zotit, o Zot, qetësom,
më bën stabil që unë të përballem me këtë krijesë. Veç imagjinoni do thotë tash Musa a.s. një krijesë e Zotit që ka qenë për momentin i pa aft, i pa armatosur, pa ushtri, pa përkras, është dasht pra të shkoj dhe të përballet me një krijesë kaq të shëmtume që ka pas vete një ushtri të madhe, qysh e përshkruan edhe historia. Kjo lutje shpreh dëshirën për forcimin e zemrës dhe lehtësimin e sfidave që ai mund të përballet pastaj karshi vështirësive që vijnë nga fjalët apo veprimet e kundërshtarit në këtë rast. Prej kuptimeve të lutjes është ai kërkon që zemra e tij të mbetet e fortë dhe shpirti të mos ngushtohet nga pengesat që mundën të përballet, duke i ditur se nëse zemra ngushtohet, ai nuk do të ketë forcë për të ftuar tjetrin në atë që është nis, pra për të ftuar në mesazhin e Zotit në këtë rast. Kjo lutje tregon shpresën e Musa a.s. që krijesat e Zotit ta pranojnë mesazhin e Musa a.s. sa më lehtë. Pastaj tha, o Zot, lehtëso ma punën time. Ai kërkoi që Allahu xhalla taala që t'ia lehtëson punën, detyrën, misionin që kishte marrë. Dhe besimtari sa herë që është i bindur dhe i lidhur me Zotin e vet për një punë, për një përgjegjësi, për një emanet, dhe është i lidhur dhe alen pra në dorë Zotit, duke i thonë, o Zot, lehtësoma këtë punë që ku marr, lehtësoma këtë hap të jetës sime, nuk ka dyshim se vetëse ndihma Allahu xhalla taala ka më qenë aty ku është bindja dhe ku është mendimi i mirë i on karshi Zotit tonë. Musa u tha dhe zgjidh mënyrën e gjuhës sime. Ai kishte një vështirësi në të folurit. Sipas disa transmetimeve, teksteve fetare, thuhet se Musa a.s. kishte belbëzu, pra e përsëriti një fjalë më shumë se një herë. Dhe për atë në këtë rast, tha, o Zot, zgjidh mënyrën e gjuhës sime, sepse për të komunikuar, për ta bindë një palë, për ta përcjell një mesazh, për t'i tregu dikujt një të vërtet, duhet patjetër të ketë një rrjedhshmëri të fjalëve të cilat shprehjeve ose atij koncepti që ne bartemi. Andaj është shumë e rëndësishëm pra edhe arti i komunikimit në të folurit në jetën e përditshme. Pa marrë parasysh çfarë profesioni ke, pra njeriu duhet ta zhvilloj dalgadal artin se si komunikon me tjerë. Ne shohim do thot një pjesë e madhe tash po ndalna deri në një pikë, shohim një pjesë e gjeneratës së re, e cila duke u izoluar me teknologjinë dhe duke mos pas do thot qasje në aktivitetet sociale, familjare, shoqërore, shohim do thot se nuk din të shprehen lirshëm. I shohim për shembull kur na folin na japin një pjesë të gishtave dhe mbajnë trupin këtë formë. Për shembull i shon ditën e Bajramit, më larg se kur ke festa e Bajramit, një pjesë e gjeneratës së re vetëm vjen dhe t'jep gishtat dhe nuk të shikon, do thot nuk të fol, rrjedhshëm me ta dhënë dorën, me të kshyr kështu. Kjo ndodh edhe kur shkomin musafir nëpër shtëpia e kështu me radhë. Kjo është një problem pra i komunikimit që më vonë kjo do t'i lënë pasoja në profesionin e tij, në rrjedhat e jetës e kështu me radhë. Andaj ajo çka është shumë e rëndësishme vëllezër, që të rinjt duhet të aftësohen në të gjitha aspektet pra të jetës së tyre. Nuk duhet një i ri në profesionin e tij të thotë se unë nuk di me fol mirë, më vjen marrë, më shpreh, nuk e di, sepse duhet ta kuptoj çdo i ri se Allahu xhalla taala çdo njërit prej neve do thotë na i ka dhënë mundësi për me komuniku me botën. Vetëm varet se sa ne do thotë i kemi aftësitë tona të momentit dhe i zhvillohemi ata. Po e marr një shembull praktik. Kjo vlen për gjeneratën e re. Nëse mendoni ju për shembull për mua, se unë di me fol dhe hoxha nuk tutet edhe nuk ka frikë edhe këtë gabim e keni. Këtë gabim e keni. Do thot para se me muçune në ditën e xumës në hutbe, me mbajt para juve, unë kam një lloj stresi, do thot që 15 vite njëjtë. Është një moment kur ulna, do thot meditoj, marr frym thellë, pi pak ujë, do thot lirona për mua, përballë do thot me masën, me fytyrën që dikush më shikon, dikush me sy, me mimika, e kuptoj që hajde hoxh më shpesh se zgatë sot dhe plot me muri sillën kokën tan,
Por se me kalimin e kohës, me avancime, me trajnime, me shkollë, me lexime, njeriu arrin pra sepse komunikimi na vyn jetë, na vyn. Andaj, e shihni sa e rëndësishme është komunikimi, saqë Musa a.s. për shkak që kishte një pengesë, do ky arsëtohet në këtë rast, megjithatë i tha Zotit, "Wahlul 'uqdatan min lisani", o Zot, zgjidhma nyjen nga gjuha ime. Këtë përforcon më vonë edhe ajeti kuranor, kur ai kërkoi nga Zoti dhe më ndihmo me vllahun tim Harunin, sepse ai është orator më i mirë se unë. Pra, më përballë me Firaonin, ai kishte kërkuar më vonë Zotit edhe Harunin, vllahun e tij, sepse kishte oratori më të zhvilluar për të komunikuar me këtë krijesë. Dashur vëllezër të mi, prej dobive të lutjes e shohim se Musahu a.s. i luti Zotit më zgjëra gjoksin që të përballoj çdo lëndim që vjen. Është një ndër kuptimet dhe një ndër dobit. Pra, Zot, bëmë mu të gatshëm që zemra eme me përballu çdo lëndim që vjen, lëndim do të thotë gojor, fizik, sepse unë tash po e marr një mision kaq të rëndësishëm. Ishrah li sadri, ka përmend Saadi, zgjeroma gjoksin tim, në komentimin e këtij ajetit e ka zbërthyer edhe në aspektin psikologjik se profeti Musa a.s. ka pas nevojë dhe thot hapjen e gjoksit përshkruhet si kapacitet emocional dhe shpirtëror. Me qenë i gatshëm, mu përballë me çdo sfidë që do të vinë pas përballës me Firaonin. Në aspektin një kontekst tjetër që lidhet fati i Musaut a.s. është se ai ka pasur një precedent ligjor. Musa a.s. që ka qenë një vrasje pa qëllimshme e një egjiptiani që ka ndodhur në kohën e tij. Dhe kjo ja ka vështirësuar dhe më shumë ja ka rëndu, sepse Faraoni ka thonë se ti përveç që ke bo këtë gjuna dhe këtë gjuna, ti e ke bo edhe një krem që unë e di për ty. Zakonisht, kjo është tendenca e krijesës njeri, kur e di një gjuna që e ke bo, a i ta prit momentin edhe kur je më zgushti, ta përmen. E Musa a.s. pra e ka pas edhe këtë precedent ligjor, një vrasje të paqëllimshme që i kishte bo në kohën e vetë. Lutja e Musait a.s. më zgjerot gjoksin të përcjell mesazhin tënd, është kërkimi i ndihmës për ta kuptuar njerëzit, gjithsesi Faraoni pra këtë lutje. Tjetër që është përmend, thot Allah e ka paralajmëruar Musën që ai ja kishte lidhur Faraonit zemrën dhe se ai nuk do të besonte. Kjo ishte hala më e vështirë. Pra Musa ishte i paralajmëruar nga Zoti se ti do të shkosh, do të aftosh, do t'ja përcjellësh mesazhin e Zotit, pa i prap ty nuk ka me të besu. Kjo është edhe më e rëndë, thot, kur njeriu e din se puna jeme ka me shku hoq në këtë rast, në kuptimin njerëzor. Pra, dhe Musa a.s. e pyeti Zotin, o Zot, më urdhën të shkoj tek ai i cili e ke lidhur zemrën, ai nuk beson, pse unë do të më shku? Atëherë, një angjëll i tha Musës, shko me atë që të ka urdhëruar Zoti jat. Krye misionin tënd. Kaq është, o ma alejke ila al-balagh. Zoti ka thonë profetëve juve nuk ju takon, vetëm se predikimi. Musa a.s. u lut pra, o Zoti im, zgjeroma krahërorin tim, më zgjero gjoksin me dritë, me iman, me profecinë që më dha. E lutim Allahun xhella taala që Zoti i gjithësisë na bëj prej atyre që na zgjeron gjithherë gjoksin tonë me dritën e imanit, me qetësinë, me shpirtin tonë, që sa herë që përballemi me ndonjë vështirësi në jetë, gjejmë stabilitetin, gjejmë mbështetjen tek i Madhi Zot. E lutim Allahun xhella taala që Allahu të na lehtëson punën tona sa herë që ato të vështirësohen kur përballemi me veten, në familje, në shoqëri. E lutim Allahun xhella taala që sa herë që nuk di me fol mirë, Allahu të na mëson me fol atë që është më e mira, dhe lutim Allahun xhella taala që ta mëson Zoti që sa herë që e thomi të vërtetën, na mëson Zoti që njerëzit ta kuptojnë atë drejt, ta marrin, ta pasojnë dhe me atë ta kërkojmë shpërblimin e Zotit në dunja dhe në ahiret. Lutim Allahun këtë ditë, Gjumaja ditë e bekume, për neve besimtarët, sepse Allahu përgjigjet lutjeve të besimtarëve.